Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Vigjereshës. Do bëjmë një mesazh për ju të dashur Vigjereshë dhe po pra tipik Vigjeresha. Rizbulo pasionin tënd. Vigjeresh, kjo letër është një ftesë e qartë. Rikthehu tek ajo që ndez shpirtin tënd. Shikoj që ke kaluar një periudhë ku ndoshta ke qenë shumë e fokusuar në detaje, në përgjegjësi apo në mbajtjen e gjithçkaje nën kontroll. Prandaj thash tipik Vigjeresha. Dhe diku gjatë rrugës, zjarri yt i brendshëm sikur është zbehur paksa. Kjo letër të dashur Vigjereshe ju kujton se jeta nuk është vetëm listë detyrash, është ndjenjë, frymëzim, kurreshtje dhe dëshirë për të mësuar e për të jetuar me pasion. Ndoshta dikur kishe një ëndër që e ke lënë pas dore, një pasion që dikur të ngjall të jetë, por që tani pret të rikthehet. Tani është momenti ta rizbulosh, çfarëdo që të jetë ajo. Frymëzimi nuk vjen nga perfeksioni të dashur Vigjereshe, por nga ndjenja e gjallë që lind kur bën diçka që të mbush me kuptim. Mos prit që çdo gjë të jetë gati për të nisur. Fillo aty ku je tani. Një kurs i ri, një projekt, një udhtim, një mënyrë e re të kujdesesh për veten, çfarëdo që ndez dritën në sytë e tu. Bëje. Vigjeresh të dashura, jeta jote ka nevojë për pak zjarr, jo vetëm për rend dhe rutina. Kur ndjek atë që të frymëzon çdo detaj të prek, fillon të marrë kuptim, të marrë jetë. Fjalët që duhet i mbani të dashur Vigjeresh mend janë: kur ndjek atë që më ngjall jetë, çdo gjë tjetër gjen vendin e vet.